Përshëndetje të dashur teleshikues. Unë jam Ismail Baxhaku dhe ju pëndish një emisionin Cost Tech Talk. Sonte kam kënaqësi të mirëpres Njomës Ademin, juriste dhe eksperte e fushës e teknologjisë e informacionit. Njomza është gjithashtu themeluese e një kompanie bashkëthemeluese e një kompanie të quajtur Solex Solution. Ajo ka një përvojë të gjatë në fushën e digitalizimit dhe proceseve të tjera që lidhen në këtë fushë. Gjithashtu, Njomza është edhe juriste me profesion. Njomës, faleminderit dhe mirë se erdhe në emision. Përshëndetje Ismail, faleminderit shumë për ftesën, është kënaqësi që të jam sot këtu në emisionin e juaj. Faleminderit edhe një herë dhe po filloj me pyetjen e parë, Njomës, se si ka filluar eksperienca juaj në këtë fushë, në fushën e ICT-s? Fillesat e mia në fushën e teknologjisë kanë filluar qysh prej shkollës së mesme, ku kam ndjek trajnimet në sektorin e rrjetave. Aty gjatë trajnimeve kam kuptuar dhe ma ka jop atë entuziazmin që unë me marrë një vendimmarrje për me vazhdu edhe në studimet e shkencave kompjuterike dhe inxhinierike. Pjesa e trajnimeve gjatë CESCO-s ma ka jop hapësirën për me kuptu ma thellë se si funksionon një komunikim digital, se si funksionon një rrjetizim që sot ne përshojmë të dhanat me njëri tjetrin ose në vende të ndryshme, në sisteme të ndryshme. Kjo ma ka jop një hapësirë për me vazhdu tutje rreth kësaj lamie. Po ashtu, nështë përmeshtu dhe faktin tjetër është se kam vazhdu studimet edhe në fakultetin juridik. Kjo është shkaku që gjithmonë kam qenë e interesuar për me zgjidh ndoshta problemet prej ma të voglave ato shoqërore e deri tek ato ma komplekse përmes mekanizmave ligjor. Mandej këto dy fushat kanë qenë pjesë e studimeve të mia që unë kam marrë vendim që me vazhdu tutje në këto dy lami. Njomza, mas përfundimit studimeve ju u punësuat, po? Më trego se si ka qenë ky proces, ku je punësuar, si ka qenë puna e parë dhe Patjetër. Puna ime e parë ka qenë si data analyst në Ministrinë e Mjedisit. Aty kemi pas detyra të ndryshme rreth të dhanave, ku po ashtu dhe kjo pjesë ka ndiku tek unë për me kuptu ma shumë përdorimin e të dhanave, se sa është e rëndësishme dhe se çka mundemi me nxjerr na sot prej të dhanave, duke shtu edhe faktin që sot kemi inteligjencën artificiale, ku përdorimi të dhanave në një masë sa më të madhe krijon një mekanizëm më të sofistikuar të inteligjencës artificiale që me qenë benefit për njeriu. Ju jeni me pozicion tash, jeni si product manager në kompaninë? Po, tash si product manager jam në kompaninë Plazma. Kompania Plazma është një projekt i cili ka për qëllim digitalizimin e spitaleve, laboratoreve dhe klinikave. Kur më është bo një ftesë e tillë, mandej ka qenë kënaqësi për me marrë pjesë me një projekt i cili ka pas rëndësi dhe impakt të madh kur e kam kuptuar rëndësinë e saj në ndihmesën edhe në fushën që ka në fushën e shëndetësisë. Ka mundësi me na shpjegua pak a shumë se çka është kjo aplikacion dhe për çka përdoret? Patjetër, platforma Plazma kryesisht digitalizon proceset administrative në një spital, po ashtu dhe në pjesën laboratorike gjitha proceset janë të automatizuara, ku lënë shumë pak hapësirë për gabime teknike që mund të ndodh një teknikit laborant gjatë procesit të punës, po ashtu ndihmon edhe mjekët që në vendimarrje të një diagnoze të caktuar, në një vendimarrje për një terapi të caktuar për një pacient ta marrë me shpejtësi se sa që e ka marrë më herët. Është një epiqendër e shkëmbimit të gjitha proceseve të brendshme brenda një spitali, brenda një laboratori. Projekti Plazma ka qenë kohëgjështytse në marrjen e iniciativave të tjera, duke pas se në fushën e shëndetësisë po krijohet një vegël e cila po i shërben shumë
stafit të mjekësisë, po ashtu edhe pacientëve në këtë fushë. Kam kuptuar që mundemi me marrë edhe iniciativa të tjera duke zhvillu edhe produkte të tjera në industri të cilat kanë hapësira për me zhvillu produkte digjitale, për me përmirësu akoma më tutje gjitha proceset administrative, ose për me rregullu një menaxhment më të mirë të një biznesi. Juve, si që theksova edhe fillim, jeni edhe bashkëthemeluese e një kompanie e cila quhet Solex Solution. Ka mundësi me na tregu pak se si keni filluar këtë kompani dhe si kanë qenë sfidat e fillimit? Ideja e Solexit ka rrjedh duke punu në projektin Plazma, duke kuptu për ofër se projekti Plazma me të vërtet ka një ndikim tek bizneset në shëndetësi, po në mënyrë indirekte edhe tek jeta e një individi. Duke u frymëzuar nga ky projekt edhe duke qenë si pjesëtare e fushës drejtësisë, e kam po hapësirën për me kriju edhe një produkt të ri edhe në fushën e juridikut, në fushën e drejtësisë. Solexi ka rrjedh bashkarisht që kemi punu bashkë edhe me Arjan Begisholi, i cili është bashkëthemeluesi Solex Solution. Ideja tona të përbashkëta, entuziazmi për me kriju diçka të re në fushën e drejtësisë, na ka bashkuar që me orë me një produkt të Solexit që ka me ndihmu shumë edhe fushës drejtësisë. Vetëm pak të kjo Solexi është produkt i cili kanë me ndihmu sistemi drejtësisë përgjithësi, apo ka me qenë specifik për një pjesë caktuar, për shembull për avokatës? Po, kryesisht është nisë për avokat, për gjatë të ardhmës pritet që ka me pas edhe projekte të reja brenda Solexit. Brenda Solexit, përveç se ka me ndihmu një avokatit me digitalizu shumë procese që akoma vazhdojnë të bëhen në mënyrë manuale, ka me i shërby edhe shoqërisë në përgjithësi që shoqëria ka me pas një qasje shumë atë shpejt edhe më atë lehtë për me marrë shërbime juridike përmes Solexit. Ajo ka me qenë një shërbim i hapur për të gjithë shoqërinë që uroj që ka me ju shërby gjithë secilit në këtë lami. Si e shihni nevojën e zhvillimit të sistemit digital në Kosovë? Sigurisht, nevoja zakonisht rrjedh duke u zhvillu teknologjitë e reja edhe në për shtetet tjera, duke i pa dhe shtetet sidomos në Amerikë edhe tash në Evropë, që është një farë trendi i zhvillimeve të aplikacioneve të softwareve të ndryshme. Gjithashtu e krijon edhe nevojën që edhe në shtetin tënd me kriju një aplikacion të tillë që ka me i shërby, po gjithashtu duke u bazu edhe në kërkesa që vazhdimisht janë për me marrë shërbime më të shpejta edhe më të sakta, krijon nevojën që me u kriju një sistem digjital. A zëvendëson sistemi digital njeriun, si mendon? Këto kisha dashur ndoshta me u kthy pak në histori, duke përmendur ndoshta profesionet ndryshme që më herët kanë ekzistuar, por që tash nuk janë pjesë më e shoqërisë tonë si profesione. Këta do të me i pa ndoshta edhe me një anë pozitive, shkakut që sisteme digjitale apo inteligjencat artificiale apo çdo lloj softveri i cili ndihmon në punën e njerëzit ka me zëvendësu ndoshta profesionet pak më primitive që janë në këtë kohë, po që ka me hap mundësi të reja për punë të ndryshme që dikur më parë shumë profesionet që tash të ekzistojnë, më herë nuk kanë qenë pjesë e sistemit, kështu që gjithmonë kur zhvillohet një teknologji e re, pritet që ka me pas zëvendësime ndoshta, po që ka me hap edhe hapësira të reja për punë të ndryshme. Unë pak du të nalem të kjo solution që keni me bë këtë zgjedhjen për juridik. Sa mendon se kam ndihmu popullit edhe sa është faktikisht populli i vetëdijshëm në përdorimin e teknologjisë informacionit në aplikacione? Patjetër, Solexi ka një qëllim të qartë që me ndihmu çdo individi të marrë shërbim juridik, duke po që edhe në shërbimet
që jipen të është ka mangësi ndoshta për me u përcjell një informat ose me thonë ma saktë që shoqërinë që e kemi tash është ndoshta më pak e njohur me ligjet që janë aktuale. Unë e shoh si mundësi të mirë Sollexin për përdorim, shkaku që Sollexi ka me ofru mundësi që çdo kujt më ofru mundësinë me përdor ligjin atë çka e ka para po, edhe pse jo mos më e shfrytëzu në aspektin më të mirë të çdo lloj individi në shoqëni. Njom, sa është e mundshme për shembull Sollexin me integruar në procese të gjykatës, për shembull, mi marr informacionet. A keni menduar këtë aspekt, pasi që shumica prej nesh nuk kemi edhe shumë informacione që vijnë prej gjykatave ose këshillit gjyqësor këto? Sigurisht, fillesat e Sollexit janë duke u nis vetëm për një lami të caktuar të avokatisë, por që në të ardhmen pritet që ka me qenë një aplikacion publik për përdorim ku gjitha gjonat publike që janë nga sistemet gjyqësore të publikohen po ashtu edhe në Sollex dhe të bën interpretimet sikur se ta bëj një jurist. Kjo pritet që të bëhet me inteligjencë artificiale, ku njerëzit kanë me mujt me u qos edhe me u vedisu rreth ligjeve që janë rreth shfrytëzimit të tyre e kështu me radhë. Është një produkt shumë interesant për mendimin tim, pasi që nuk e di në Kosovë ka një produkt të tillë që i shërben për shembull individëve për çështje ligjore. Ka produkte të cilat kanë marrë hapat e parë edhe po shpresoj që mos me ndalë çdo lloj produkt tjetër që vjen në këtë lami, le të jetë ky një iniciativë jona dhe gjithë të tjerëve që marrin hapa të tjerë në këtë fushë që me sill sa më shumë produkte në këtë aspekt duke u bazu edhe në shtete tjera duke i marrë si shembull që kisha mujt me marrë edhe në Amerikë në gjykatat e Kalifornisë, përdoren tash edhe virtual reality që përdor gjyqtari për me po një ngjarje të caktuar përmes syzeve. Edhe ajo është ka një ndihmës e madhe që ja ka lehtësuar gjyqtarit për me marrë një vendim ma të saktë dhe ma të drejtë kundër të një pandehurit. Uroj që edhe Kosova një ditë me arrit në nivelin sikurse po shfrytëzohet teknologjia tash edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Faktikisht na i kemi parakushtet për digitalizim të proceseve në Kosovë janë. Interneti është gjithande dhe urojmë që sa më shumë iniciativa të tilla të kemi në sistem drejtësisë. Dështa me të pyet lidhur me përdorimin e inteligjencës artificiale për të përmirësuar sistemin ligjor në Kosovë. Sa ka mundësi me ndikue? Uroj që të rinjët kanë me u bashku për me zhvillu produkte me inteligjencë artificiale. Uroj që të jetë një iniciativë në vazhdim e tutje. Me inteligjencën artificiale në Kosovë munden me u përdor për shumë çështje të ndryshme, për me ndihmu edhe gjyqtarëve sikurse edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për me marrë propozime edhe nga inteligjenca artificiale për me marrë një vendim rreth një çështje të caktuar që është në seancën gjyqësore, duke i ndihmuar ndoshta edhe në të ardhmen edhe prokurorisë që të përdoren vegla të ndryshme për vërtetimin e fakteve të cilat janë prova të një ngjarje të caktuar, që me ja u lehtësu pak a shumë edhe punën atyne për verifikimin e tyre. Njoms, për përvojës tuaj, sa Kosova ka hecë në këtë pjesën e digitalizimit në sistemin e drejtësisë? Do shta ke informacione? Patjetër, fillesat janë nisë që ma parë, po që ka hapësira akoma për me u sofistiku kjo pjesa e produkteve digitale, duke përfshirë ndoshta dhe me inteligjencë artificiale apo dhe pa inteligjencë artificiale. Është e rëndësishme që procedurat që sot vazhdojnë të bëhen akoma manualisht, të zgjidhet një produkt digital për t'i procesu ato në mënyrë automatike, në qofse kemi hapësira që një proces me reduktu nështë për 2 ditë me këthy atë
për 5 minuta. Kjo ka me qenë lehtësim edhe për avokatët që nështë për përpilimin e kontratave apo për nxjerrjen e vendimeve të tyre, marrëveshjeve të ndryshme që kanë me klientë të caktuar. Me qenë kjo një hap dhe një nismë drejt zhvillimit tutje në këtë fushë. Unë po të pyes lidhur me kapacitetet, a ka Kosova kapacitete po më nejtë ekspertëve për të zhvilluar këto aplikacione ose këto SSD-re? Pa tjetër që ka, shkakët që unë krenohen që vje dhe ndoshta prej një shteti ka që të vogël, po që realisht kemi tregu një avancim ka që të madh në rritje sipër në teknologji, duke u bazu që Kosova ka shumë produkte digitale të cilat kanë arritur tregu ndërkombëtar. Kështu që kapacitetet janë vetëm se pritet që me kalimin e kohës gjithmonë është një pjesë e revolucionit që merë kohën për me u zhvillu një produkt, del një produkt, mandej dalin dhe risit të tjera që zëvendësojnë produktin aktual të vjetër. Kjo është një dinamike cila zhvillohet, po që pritet ndër vite e vite që të avancohet. Po sigurisht Kosova ka kapacitetin më të mirë duke pas rinin e cila është me një numër të madh i fokusuar në teknologji. Uroj të vazhdojnë edhe me këtë trend edhe të përmirësohet sidomos në sistemin e drejtësisë, pasi që shumica e vendimeve që mirën edhe nuk mirën tek populli, le të themi. Kështu që për fund, nëse mundi me na dhënë ndonjë rekomandim, ndonjë këshill për të rinjt, për të rejat, të cilët fillimisht për hapjen e një kompanie, si ka qenë ajo proces? Patjetër, filesat duhet me i nisë gjithmonë nga qëllimet të janë të qarta për me kriju çka do të qoftë edhe me hap një biznes, duhet me pas të qartë se çka ka me i shërby ajo edhe ekonomisë të vendit, po edhe të rinjëve shoqënisë të vendit. Ju i inkurajoj që ato ideja që nështë nisin edhe nga fakulteti të mos binë në gjumë, po të vazhdojnë tutje në hapat për zhvillim. Ndoshta edhe për fund, po deshta me të pyet sa keni pas për kraj, keni pas ndonjë fondacion për zhvillimin e këtij produkti? Aplikacioni Solex, programi Solex është ndërtu i pavarur, është i hapur për bashkëpunime të tjera, të cilat vetëm se aktualisht kanë nisur. Po mundë me thonë që pavarësisht edhe nga aspekti financiar e kam nisur vetë, kam mjaftu edhe mbështetja e familjes, sidomos edhe e vllot i cili më ka pri me i vazhdu këtij procesit tutje për shkak që e kemi po bashkë se sa e rëndësishme ka me qenë edhe për fushën e drejtësisë një aplikacion i tillë. Shumë faleminderit Njoms për gjitha këto informacionet. Nëse ki diçka për fund. Faleminderit shumë për ftesën, ishte kënaqësi të isha pjesë e emisionit juaj. Shumë faleminderit Njoms. Të dashur televizionistë, ju faleminderit shumë për vëmendje, miru takofshim në emisionin e radhës.